بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë ata, falenderojmë vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, ata të cilën e udhëzon Allahu me urtësinë dhe mirësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës që ka të bëjë me dispozitat në lidhje me agjërimin, dhe kemi treguar në ligjëratën e kaluar se kush e ka obligim dhe detajet në lidhje me të. Do të vazhdojmë me mesele dhe me çështje të reja që kanë bëjnë prapë me agjërimin. E para atyre është çështja e kalimit në kom të njeriut, ose pjesërisht, ose tërësisht. Dhe ai cili bie në kom ka të bëj me atë meselen kur e kemi cekur se pe kushteve të agjëruesit është që me kon njeriu I shëndosh mentalisht. Ai cili është I çmendur apo ka smundje psiqike apo është I shtyrë në moshë edhe realisht që I thojmë ne I ka humbur memoria dhe kujtesa, nuk I xen senat elementare, këta persona nuk e kanë obligim me agjëru fare. As me agjëru, as me kompenzu, as me shpagu, e kështu me radhë se rufi al-qalemu an thalatha, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ngritur lapsi, nuk regjistron për ta veprat, njëri prej tyre është ai I cili nuk është mirë, domethënë mentalisht. Mirë po ky I cili bie në kom, a ka ngjashmëri me atë I cili nuk është fjetun, edhe nuk e din çka po ndodh për rreth tina, dhe I ka humb vedia, apo I përgjasën atij që realisht ka smundje mentale edhe thjesht është I smut psiqikisht apo I ka humb kujtesa e kështu me radhë. Këto dy, domethënë, gjëra dietarët I kanë kontestuar. A përgjasohet me atë që ka është fjetun, a përgjasohet me atë I cili nuk është mirë mentalisht. Ka prej dietarëve që e përgjasojnë me gjumin, e që nuk është e vërtet, se thjesht humbje vedijes apo koma, sa jeta dy nuk kanë vedi dhe nuk din çka bëhet për rreth tyre, mirë po atë që është në flajtun, pak me prek qohet. Ai I cili I ka humbur vedia për një arsye tjetër, për koma apo diçka tjetër, ai realisht Zoti e din kur mundet më uqu. Për atë nuk mundet më gjasua, domethënë me dëmonat e cilë është fjetun. E për atë ka shumë për dietarëve se thonë se realisht ky person është më tepër I gjasën sa dispozita jo runa Zot me krahasu tash me thonë që domethënë ky është I çmendur, se njeriu në kohë mundet me radhë për shkaqe shëndetësore kështu me radhë, mirë po për shkak dispozitave se a obligohet me agjëru apo nuk obligohet, thonë më e afërt është me atë I cili realisht nuk ka është shëndosh mentalisht. Edhe pse ka dietarë që e kanë sqaruar edhe kanë detajuar në formë tjetër, kanë thonë për shembull nëse një njeri, e tash po marr edhe gjumin pasi bisedojmë me të, një njeri e ka bën jetë me agjëru, edhe ka flajt prej sabahut deri mas akşamit, hiç si ka dal gjumi. Ton ditën realisht ka qenë gjumë. Mirë po njëtën e ka pas.
Thojnë dietarët ky person realisht agjërimin e ka në rregull për shkak se ka bën jetë, edhe realisht gjumi është me thash është gjysdeke, po me dash njeriu quhet. Gabimet e tina janë pse si ka falë namazet e se nuk jam diskutuar atë, se realisht nuk është ai agjërim për unë Zot nëse thjesht njeriu të ikë, domethënë namazin se ka dietarë që e kontestojnë, edhe ai pranohet agjërimin nëse ikë namazin. Mirë po flasëm edhe nëse realisht ka qenë shumë i lodhëm për rrugës në farforme, or situatë që etikisht edhe nëse bjen as i gjumi të thellë me poshu pa shkak se ka lodhje të mëdha, edhe i ka ndodhur prej sabahut, prej parasyfyrit, veç e ka bën jetë edhe ka flet deri në akşam, domethënë agjërimi i tina është në rregull. Nëse një njeri e ka bën jetë me agjëru, mirë po gjatë ditës i ka rrot fikt, ose ka rënë kom, po si ka zgjat shumë, 1 orë, 2 orë, 3, 4 orë, ato një pjesë ditës edhe u kthjell. Iftari ka gjetë shnosh rahat. Thonë edhe kë e ka agjërimin në rregull. Mirë po nëse realisht e ke bën jetë, edhe të ka rënë fikt ose ka rënë kom, edhe s'ka dalë, që e thojmë na vedia s'ka ardhur vetëm se pas akşamit, këto dietarët e kanë mendimin se ky person nuk është agjërueshëm dhe nuk i pranohet agjërimi, se 2 kushte kryesore janë të agjërimit. Është njeti edhe përmbajtja për ushqimit, pirjes, marrëdhënieve intime dhe çdo gjë që e prish agjërimin. Pa këto 2 kushte nuk ka agjërim. Po ai e ka bën jetë, mirë po përmbajtjen nuk e ka pas, domethënë të vullnetshëm, nga se realisht ka qenë në farforme pa vedije dhe ka qenë kombë dhe nuk ka pas kurfar domethënë kontroll mbi trupin e tij, edhe kjo nuk i ka zgjat vetëm një pjesë ditës, po i ka zgjat pjesën më të madhe ditës apo shumicën e ditës derisa ka ardhur akşami dhe për atë nuk i pranohet agjërimi. Shumica dietarëve thonë duhet me kompenzu, e ka për aty dietarëve që thonë që tash e krahasojnë me atë i cili nuk është i mirë me shëndet mental, edhe thonë as ka nevojë hiç me agjëru. Ndërsa nëse zgjat, domethënë koma me ditë dhe me javë e kështu me radhë, realisht dihet se ky as nuk ka jetë, as nuk ka domethënë përmbajtje nga ushqimet me qëllim. Edhe i tillë domethënë as nuk i pranohet, as nuk i obligohet, as nuk ka obligim me kompenzu, as me shpagu. Çështja që shpesh pyetëm kohën bashkëkohore është çështja e anestezionit. Se anestezion ka lokal edhe ka anestezion të plot, që thjesht e humb njeriu vediun. Apo ndoshta dikush e ka një operacion lokal, po është frikacak, nuk don me bë anestezion lokal, thotë se bëj vetëm se nëse domethënë mpijet pina krejt apo në sana. E prish agjërimin në anestezioni ajo. Tash varet çfarë anestezioni jetë të marr. Nëse të marr vetëm një injeksion, ajo është domethënë më e lehtë se prish agjërimin. Mirë po nëse e marr përmes frymarrjes anestezionin, që thjesht me të kaluan me të pije për operacion, ka për dietarëve thonë nuk është problemi te anestezioni. Problemi është tani masane që ka jetë ushtije, domethënë gojë përmes anestezionit dhe përmes hunës, se zakonisht përveç ajrit ka edhe domethënë çështje të ujit që kalojnë përmes anestezionit, edhe thojnë për tyre që e ke prish përmes anestezionit, jo pse e ke prish pse je kon një pit për një kohë sa ka zgjat operacioni. Mirë po ka për dietarëve që thonë jo se realisht ai anestezioni që merret, zakonisht merret përmes kanaleve të frymarrjes, edhe shumica është ajër, edhe shumica shkon në mushkëri, edhe shumë pak ka mundësi me deportue, domethënë në kanalet e fytyt dhe kanalet e tretjes që me shku poshtë. Edhe ajo shumë pak mundesh me e krahasu si njeriu kur merr abdes. Njeriu kur merr abdes e pastron gojën, nga se është prej obligimeve me pastru gojën. Edhe kur të kthen që ta ujë që e pastron gojën kur merr abdes, nuk ka mundësi 100% me nxjerr atë ujë për jashtë. Që thjesht pa të shku diçka dhe pa të mbet në gojë, e që rrjedhimisht edhe me shku poshtë nuk ka çare. Atëherë krahasojnë këtë edhe me atë anestezionit, që thash është shumica ajër, edhe shumica shkon në mushkëri, mirë po edhe nëse ka diçka, domethënë përmbajtje të lëngshme, është shumë e pakt edhe shumë pak shkon në lukth
edhe është për asaj masës që është e pak dhe falit për të. E që thash kapi tyre që thonë anestezionin këtë formë nuk e prish, edhe në qoftë se është disa orë derisa të kryhet operacioni, domethënë nuk e prish agjërimin. Kjo është meselja e parë. Meselja e dytë është çështja e niyetit. Se ne dallojmë agjërimet, agjërimi është dy llojesh. Agjërimi i cili është farz edhe agjërimi i cili është sunet apo nafile apo vullnetar. Agjërimi që është farz nuk është vetëm Ramazani. Nuk është vetëm Ramazani. Është Ramazani, është jashtë Ramazani kompenzimi i ditëve të Ramazanit, është njeriu kur zëtohet vetë dhe ja blen obligim vetet me agjëru, edhe pse fillimisht si ka pas obligim, mirë po thotë o Zot, nëse e kam këtë sukses në shkollë, në biznes, unë për Zotin kam agjëru 2 javë ditë. Faktikisht nuk e ke pas obligim, po vetit ja ke bë obligim. E thash kjo është agjërim farz. Apo e kije si shpagim për ndonjë arsye që domethënë të lejohet. Për shembull, një njeri i cili bën haxh edhe e bën atë llojin e haxhit që quhet temettu, ai duhet me prej kurban. Nëse s'ki mundësi materiale me prej kurban, atëherë realisht mundesh domthon kompenzimi i saj është me agjëru. 7 ditë në haxh, 3 ditë jashtë, 3 ditë në haxh edhe 7 kur kthehesh prej haxhit. 10 ditë që realisht janë tash farz se janë zavendësimi i kurbanit. Apo një njeri i cili betohet edhe e shkel betimin e vet. Ai duhet me dhon kompenzim për atë që e ka shkel betimin e vet, ose me ju ushqy 10 varfër, ose me ju dhon veshmbathje 10 varfërve, e nëse s'ka mundësi këtë, atëherë domethënë me liru një rob e tash nuk ka, e nëse s'ka mundësi asnjërin me e bë, atëherë e agjeron 3 ditë. Ama kë 3 ditë janë farz me agjeru se je domethënë të shpague, domethënë se betimin nuk e ke mbajt edhe ke shkel betimin. Ajo që dashur me thonë se nuk është vetëm Ramazani farz. Edhe ditë jashtë Ramazanit që e kompenzon Ramazanin janë farz. Edhe ai agjërimin që ja ke bë obligim vetë duke u zotuar se nëse më vjen kjo mirë ku më agjëru për Zotin, o farz. Edhe shpagimi për ndonjë arsye, siç është rasti i betimit, edhe këto janë farz. E të gjitha këto agjërimet, njeriu duhet me bën jetë, edhe me bën jetë atë para se me hy syfyri, para se me ardhim sako. Nga se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, që veprat shpërblehen sipas qëllimit. Ka në hadith tjetër pejgamberit ose në hadith kutsi, kur ka folur për agjërimin se pse është i veçantë dhe pse Allahu azza xal e ka marrë me shpërbly për të, ka thonë yad'a ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli, e lën ushqimin edhe pirjen edhe marrëdhëniet e tij intime për mua, do të thonë për Zotin. Edhe ka në hadith tjetër se men lam yubayyit as-siyama min al-layli fala siyama lahu, ai cili se bën jetën para sabahut nuk ka domethënë agjërim. Masani dietarët e kanë pas në mesele a duhet me bën jetë për çdo natë Ramazanit, a mjafton për të Ramazanin me bën jetë. Edhe këtë domethënë është mos pajtimi gjatë i dietarëve, mirë po mendimi më i saktë se mjafton me bën jetë për këtë Ramazanin. Nuk ka nevojë me bë çdo sefir niyet me agjëru këtë ditë, sipas mendimit më të saktë. Po thjesht mjafton një niyet për të Ramazanin, se realisht çështjen e niyetit në agjërim është që bartet, edhe pse se kujton, mirë po realisht bartet përderisa se ke ndru niyetin. E ke nis me niyet me agjëru, të ka dalë një udhë, ke shkuar numre, e ke prish, tash e ke prish niyetin. Kur kthehesh prej umres, duhet me ripërtri niyetin. E ke bën jetë me agjëru Ramazanin, jesmu, u prish niyeti. 4-5 ditë je shëru, duhet me ripërtri niyetin. E ka nis gruaja me agjëru Ramazanin, e ka bën jetë me agjëru këtë Ramazanin. Mirë, po i ka ardhur cikli menstrual, domethënë mujor, e ka prish agjërimin, masi të kalon këtë cikël, duhet me ripërtri agjërimin, niyetin. Por thjesht mjafton një niyet për të Ramazanin, nëse nuk prishet ai niyet. Nëse prishet për këto arsye që i cekëm, atëherë duhet me ripërtri domethënë niyetin.
Çështja e jetës vëllezër të nderuar është çështje e lehtë, nuk është e komplikuar, nuk ka nevojë me thonë pe bëj njetë për Zotin me agjeru këtë ditë të Ramazanit dhe kështu me radhë, thjesht me majtë fjalë me rreshta të nësene, nga se realisht çështja e jetës është çështje e zemrës, që është mes teje dhe Allahut Azza wa Jall. Nuk ka nevojë absolutisht me shpreh me gojë për gondrezi, me shpreh me gojë dhe në namaz, edhe në agjerim, edhe në këtë ibadetet është bidat të risi në fe, nga se këtë nuk e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Realisht në jetën njëri ka hiç pa e shpreh. Kur quhet njëri në sefer me hangër në orën 4. Po për çka quhet zakonisht? Kur han njëri më shumë se që duhet, edhe nëse s'han 4 sahati, po han për shkak është para se me fjet 11 ose 12. Mirë, po han më shumë se zakonisht kur han dorë. E bën për një arsye mos e smuna më shumë sefer, po haçi tash. Realisht njëti ekziston edhe hiç pa pas nevojë më shpreh se kur je çun 4 sahati ose kur ke hangër më shumë dorë. Faktikisht e ke bë për arsye se nesër don me agjeru. Ndërsa qoftë është agjerim nafile, thojnë dietarët, nuk është kusht me e bën jetë prej sifyrit. E bën jetë edhe në qoftë se don për gjysitës. Mirë, po shpërblimin e ki veç atë sa ke agjeru. Ka se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndodh u zgju, e ka dalë, e u kthy në shtëpi, e u hin në shtëpi, ka pyet Ajshën, a ka diçka me hangër? Ka thonë vës ka kurrë. Ka thonë atëherë po agjeroj. Faktikisht, domthon, nëse kish pas diçka me hangër, kish hangër. Kur i ka thonë s'ka kurrë me hangër, realisht ka thonë atëherë po agjeroj. Vetëm tash muhabeti, po lidhet me muhabet, domthon pejgamberi Allahut Azza wa Jall, njeriu më i dashur te ai, edhe po në shtëpi dhe po thotë a ka diçka me hangër, thotë s'ka. Ka ardhur Aisha, ka treguar hadith tjetër, thotë ka kaluar 1 muaj e 2 muaj edhe kurso dhe zjarm, domethënë shpëton. Se s'kena pas çka me zi, s'kena pas faktikisht e thonë me çka keni marrë shpirtin. Ka thonë me hurme dhe me ujë. E nda thjesht atë që e ka djenë në gjëratën, gjithë të begati që i kemë, gjithë të ushqime që realisht, dhe më thonë këto lajlajshmëri të ushqimeve që i kemë na kohën bashkohore, para 100 vjetë, ndashta asë shumë mretëris nuk i kam pas. Gjithë të ushqime, gjithë këtë bollok, gjithë këtë bereqet që e kemë na në kohën të sotit, realisht para 100 vjetë, thash, ka shumë mbretër i kanë qenë mbretërës i kanë pas. Para të na duhet me konë shumë falenderues ndaj Allahut dhe mirënjohës, dhe më thonë ndaj tina. Mirë po, ajo që deshta më argumentu, kjo se realisht qoftë se është nafile, edhe thjesht të në me agjeru, dhe më thonë s'është kusht pa tjetër me bën jetë pe si fyrit, mirë po, prej kur të bën jetë, dhe mund aqë shpërblejhesh, me kusht që s'ke hangër ma heret. Së më është me thonë, valla, kum hangër në 9 sahati, diçka e kom prish pak, e pe bën një 12 me agjeru se është nafile. Kusht është që mos me hangër, kur që me përpara. E tanë që e bën jetë me agjeru në file, se përndrim që se ke hongër diçka me përpara, nuk mund është me bo dhe me thonë njetë. Kjo është sa i përket punës njetit, që është jetë do të fillojmë me i tregu këtë dale se qka prishin agjerimin, edhe pse janë shumë dikun një 9-10, po mundona dhe me thonë me i rrumbullaksu, se e kryesorja janë ushqimi, pirja, edhe marrëdhëniet intime, mirë po mas andej ka detaje, do më thonë, të shumta në këtë çështje. Sa e përket me hangër, me pi, kjo me konsenzus është se e prish agjerimin. Mirë po, është në mesele dietarët e kanë cek edhe tash në qoftë se e marrën vesh që tash i marrën vesh shumë mesele tjera. A prish agjerimin çdo sen që hin gojë edhe përfundon lukth, apo e prish agjerimin çdo sen që hin lukth e që hahet e pihet. Qofse hipotetikisht po them, ka përbi dikush në i guri ose në i rruz, guri edhe rruza nuk hahet edhe nuk pihet. E prish agjerimin e jo. Të shumica e dietarëve e kanë mendimin se çdo sen që hin në trup njeriu përmes gojës edhe përfundon lukth e prish agjerimin. Ke ushqim
s'ke ushqim, tretet, nuk tretet. Gur, rruza, çdo që tjetë dhe më thonë e prish agjerimin. Përveç të Hanefit, të mëdhhebi Hanefi, e kanë thonë qofë se hinë lukth edhe mbetet aty. Se në qofë se nxjerr prej lukthit, nuk prish punë. Tash vetëm një gjështje bashkëkohore që më lidhet kjo. Do në këta që shtin me e kontrollu lukthin, gastroskopin, gastron. Realisht e shtin lukth, aja nuk hahet, mirë për nxjerrët. E prish agjerimin, as e prish agjerimin. Ka djetarë shumica thash, thojnë se të hin lukth diçka e prish agjerimin. Pavarësisht a ke ushqim, a ke domethënë në rastin konkret tash kamere, kablla që ka aty domethënë në gastrosene. Te Hanefit nuk e prish agjerimin se thjesht nuk mbetet në lukth ajo. E kryen punën e vet, ose fotografon, ose e merr në një mostër, edhe nxjerrët edhe thjesht nuk e prish agjerimin. Me kusht që domethënë se ka mundësi gastron me e marr e me e përbin thot, e ka mundësi gastron me e ly për me dëpërtu malet, qofse ka që si domethënë materje që lyhet, domethënë e kablo dhe e kamera, tanë është mesele tjetër se ke shtit është diçka domethënë që tretet në lukth është mesele tjetër. Mirë po nëse po mendojmë hipotetikisht, e ke marr gastron e ke shti pa ly me kur gjë hiç, edhe ka përfundu lukth, te shumica thojnë e prish agjerimin se ka hin lukth, e te Hanefit thojnë nuk e prish se nxjerrët domethënë ajo prej lukthit. E ka pej dietarëve domethënë që thojnë që çdo sen, jo çdo sen që hin lukth e prish agjerimin. Çdo sen që e prish që hin lukth e prish agjerimin nëse është ushqim pirje apo në kuptim tyre. Pavarësisht a është ushqim që të bën dobi a të bën zarar. Hipotetikisht nëse merr helmit myt, e ke pi, është një farë domethënë materie që tretet, është në kuptim të ushqimit dhe të pirjes, a e prish agjerimin. Në rast se konkret tash, me pi duhan, faktikisht është të i zarar shumë, mirë po thjesht e prish agjerimin, nga se realisht është një farë lloj forme që ato farë grimcat e donit janë në kuptimin ushqimit dhe të pirjes që përfundojnë lukth edhe thjesht kalojnë në tretje. Për atë, domethënë thash dietarët thojnë ushqim pirje, qofse përfundon në lukth, domethënë e prish agjerimin. Mirë po te çka njëjta mesele ka detaje. Pikat e hunës e prishin agjerimin. Ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë merrni abdes. Ka thonë pastroni gojën thellë, edhe pastroni hunën mirë, moshtini hunën ujë thellë në hunë. Përveç kur jeni agjerueshëm. Pra, kur merrni abdes, pastroni gojën mirë, pastroni hunën mirë, kështu me radhë, me kusht që mos me kon agjerueshëm, se nëse jeni agjerueshëm keni kujdes se keni mundësi me shtije domon në hujnë, edhe thjesht me shkue te poshtë, e nëse e bëni me vedije, faktikisht e prishni agjerimin. Tu një aspekti hadithi, ka pej dietarëve që thojnë nëse çet pika në hunë, e kanalli i hunëve edhe i gojës është i njëjtë, përfundojnë në fyt edhe shkojnë te poshtë, atëherë prish agjerimin. Pra të thojnë që pëse ka nevojë njeriu me përdor pikat hunës është mirë, dhe më thonë që realisht mos me i përdor gjatë ditës, me i përdor mas iftarit. Pikat e syve. Realisht edhe syri ka lidhje me gojë dhe hunë. Edhe pse realisht është shumë vështirë me kalu prej syrit diçka në fyt. Për shkak se kanalet e syrit janë më të ngushta. Edhe pikat kur ti qet, pak me qit ma shumë, mundet me shku një sasi në ata kanalet e lotet, mirë po shumica del për syri, se syri nuk absorbon shumë, dhe më thonë lëngë. E pra thojnë është shumë e rrallë, që ose qiten pikat në sy, e që kanë mundësi me depërtu dhe me shku poshtë, dhe më thonë të fytje. Ose me i ly syt, dhe më thonë është një farë kuhëlli, thojnë arabisht,
nuk është vetë për gra, po dhe burrat e lynë, nëse në duken bukur, nëse në mirë po thojnë dietarët ka që ka mundësi ndoshta me dëpërtu në sy, edhe ka, hipotetikisht kam cekë që kam pas njerëz që e kanë di pak shijen në fyt, që asaj kohlet kur e kanë qitë në sy. Mirë po mendimi më i saktër se çet pika në sy, çet kohën në sy, realisht nuk e prish agjërimin. Po me qitë pika në vesh, përpara sukon e qartë se a kanë njëjtin kanal veshi me gojën edhe hunë apo jo. E realisht, tash mjekësia bashkëore tregon se s'është i njëjti kanal. Përveç qoftë është i çpum tuponi veshit. Qoftë tuponi veshit i çpum, atëherë ka mundësi me dëpërtu. Thojnë dietarët pika që qiten vesh, domethënë mundësia reale është që mos me dëpërtu hiç, se tuponi nuk i lë me dëpërtu, po edhe nëse është i çkym, janë pika të vogla dhe shumë pak ka mundësi me mri poshtë dhe me shku deri te fyti. Mirë po, pastrimi i veshëve gjatë Ramazanit a është i njëjtë? Është i njëjtë nëse është tuponi i veshit, më thonë në shëndosh, nuk dëpërton kurrë hiç, poshtë hin edhe del ujtë. A me kon tuponi e veshit i çpum, e kur të pastruhet veshi, hin sasi më e madhe e ujtë. Mundësia reale është që me shku shumë një sasi e madhe, domethënë poshtë ka fyti, atëherë thojnë dietarët nuk duhet me i pastrua vesh gjatë domethënë Ramazanit, nëse je domethënë agjërushëm. Çështje tjetër që kanë cekur dietarët, se po merrem vetëm me këtë parën, e tjera do t'i lajmë në herën tjetër, çështja e kanë cekur punën e pshtymës edhe kelbazit. Pshtyma realisht njeriu gjithmonë e ka gojën edhe organet e tretjes të lagura, se Zoti ka dashur që me funksionu trupi dhe me kon shëndosh, ka mundësi ka pak më tha, sidomos kur i agjëruesëm, po prap jetë e lagtë. Nuk ka problem që e kije pshtymën në gojë. E kanë cekë nëse e nxjerr pshtymën jashtë gojës në buzë, edhe e përbin prap, dën mi lag buzët me pshtymën tone, edhe ke nxjerr pshtymën pej gojë në buzë, e tash e me kthy. E prish agjërimin e jo. Ka thonë se prish agjërimin. Kelbazin, nëse në fyt edhe ke e përbi, nuk e prish agjërimin. Mirë po kelbazin e ke qitë jashtë fytit e ke pru në gojë. E që realisht ajo është e nevoshme, domethënë njeriu duhet me pas edhe pak vetë atë domethënë bindjen që do të më nxjerr ata, nga se ose në një pallom, ose në një mindel, ose të ke fund edhe në dorë, edhe me shku me pastru dorën, se nëse është e nevoshme me e përbi ata. Kështu të kanë vepruar në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose kanë qitë domthonjë në leck, në një mindel, ose kanë qitë në një pjesë teshës ose në dorë, edhe kanë pastru dorën. Mirë po nëse nxjerr te goja edhe e përbin, ka për dietarëve që thonë e prish agjërimin, e ka për tyre thonë që nuk e prish agjërimin. Ndoshta me kaq po përfundojmë, e inshallah do të marrim mesela tjera në ligjëratën e radhës. Deri atëherë ju dëshirojmë agjërim të lehtë e vepra të pranuara. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.